It's a wonderful day to go out and play. Hey, maybe you could come. Kur një bebe qan vazhdimisht, ajo duhet të ketë ndonjë shkak për këtë. Zakonisht mund të ketë dhimbje ose është e lodhur. Qarjet tek foshnjat mund t'u vështirësojnë atyre procesin e frymëmarrjes. Mënyra më efektive për të komunikuar nevojat e tyre për foshnjën është të qari. Pjesa më e madhe e bebeve harxojnë 7% të ditës duke qarë. Prindërve të rinj zakonisht u duhet kohë që të mësojnë pse qan fëmia i tyre. Ndonjëherë kalojnë nga 4 deri në 6 muaj, që prindërit të mësohen të dallojnë pse qan fëmia, nga dhimbja, uria, pagjumësia apo qajnë kot. Kur bebet e vogla kanë episode qarjesh të mëdha, atëherë ato duhet të kenë një shqetësim të madh. Mirë, po kjo nuk është vërtetuar ende. Deri në moshën 9 muajshe, ndodhet që 1 në 4 bebe të kenë të qara të shpeshta pa shkak, ose shkakun e të cilave nuk e dim ende. Gjithmonë duhet patur kujdes për ndonjë problem mjekësor, zakonisht infeksion i veshit, probleme me tretjen e ushqimit, probleme me rrugët e frymëmarrjes, meningjiti apo shkaqe të tjera. Këto janë arsye të shpejta që e bëjnë foshnjën të qaj. Shkaktar mund të jenë edhe alergjit, pastaj fërkimet apo irritimet nga bebelinat. Wiggle your piggy toes, wiggle your piggy toes, run the sweet piggies right. Në rastet kur fëmia qan, ka edhe temperaturë, skuqje të lëkurës apo simptoma të tjera të pazakonta, menjëherë duhet i drejtoheni mjekut. Në javët e para të jetës, është e pritshme që foshnja të qajnë pa pushim, ndonjëherë edhe ditë me radhë. Mjekët mendojnë se nuk është gjë për t'u shqetësuar. Bebet tregojnë shenja si kur janë në dhimbje, tregojnë shenja shqetësimi, mbledhin këmbët dhe skuqje në fytyrë kur qajnë. Nëse fëmia qan, por nuk zhvillohet e nuk shton në peshë, atëherë duhet kontaktuar mjeku. Run the sweet piggies right up to your rosy nose, run them right up to your nose, piggy toes. Dalja e dhëmbëve shkakton gjithashtu qarje që duken si pa shkak. Bebet irritohen dhe kanë temperaturë të lehtë. Dalja e dhëmbit të parë ndodhet zakonisht nga muaji 4. Disa fëmijë janë të ndjeshëm ndaj tensioneve në familje. Të tjerë duan vëmendjen dhe përkushtimin e plot, edhe këto mund të jenë arsye pse ato qajnë. Fillimisht duhet të eliminoni shkaqet e zakonshme të qarjes, si uria, pagjumësia, bebelinoja e lagur, temperaturat e papërshtatshme si të ftohtit. Bebet duan ambient të ngrohtë, por jo me temperatura shumë të larta. Nevojiten të paktën 12 javë që një bebe të krijojë shprehit dhe të adaptohet në ambientin e ri. Shprehit janë shumë të rëndësishme, si koha e caktuar e gjumit, e larjes, e ushqimit, ninullave apo të tjera si këto. Zakonisht pas 4 ose 6 muajsh, ata janë në gjendje të dallojnë të qarën nga dhimbja, të qarën kur janë të uritur ose pa gjumë, si edhe ato që bebet e bëjnë kot. Prindërit e një fëmije të sapo lindur, që duhet të durojnë të qarat e vazhdueshme të bebes së tyre, herët ose vonë do të pyesin nëse ekziston një formulë magjike që ta bëjë atë të pushojë. Pasi provojnë gjithçka ose pothuajse gjithçka, durimi humbet, ndërkohë që të qarat vazhdojnë pa pushim. Por ka edhe nga ata që e dëgjojnë të qarën e bebeve me kënaqësi, për punë ose pasion, duke u përpjekur të zbulojnë kuptimin e së qarës. Shumë bebe preferojnë të lihen në një cep të ngrohtë në qetësi,
Të tjerë preferojnë të mbahen në krah e të ledhatohen. Disa preferojnë qetësinë, ndërsa të tjerë muzikën. Nuk di me ndesh shumë gjëra se si karakteristikat e të qarës ndryshojnë dal nga dal kur fëmijët fillojnë të rriten. Rezultatet tregojnë se nuk është as pak e vërtetë që foshnjët, të cilat mbahen në krah sa herë që grinten dhe qajnë, kur rriten janë tekanjoze e grindavec. Përkundrazi, nëse bebet mbahen në krah gjatë 3 muajve të parë, të qarat fillojnë të paksohen, edhe nëse ka, zgjasin shumë pak. Ato do të shtoheshin më shumë nëse bebia do të liej duke qarë për një kohë të gjatë e marrë në krah. Nëse qara është me pushim në mes, atëherë foshnja është e zemëruar. E qara nga dhimbja është e fortë, shpesh prej dhimbjeve të vogla të barkut, që janë shumë të shpeshta tek bebet. Kur është e lodhur, foshnja fillon të grindet dhe dal nga dal e shton të qarën, duke arritur më pas në një të qarë shumë të fortë. Të qarat nga dhimbja shpesh janë të kuptueshme edhe nga prindërit pa eksperiencë. Foshnja bërtet edhe nëse i fut në gojë biberonin ose i bën banjë me ujë të ngrohtë. Kur bebet janë të uritura, grinden, ngërdeshen në fytyrë, lëvizin duart edhe lëpin buzët e thithin gishtat. Don't you think toes are the best part of feet? Jiggle your piggy toes, wiggle your piggy toes, giggle and wiggle and jiggle your toes. Jiggle your piggy toes, wiggle your